Sa përket simptomave, shenjave, nuk do të kisha fol fare. Për shkak se shfaqja këtyre shenjave ndodh tepër vonë. Atëherë kur edhe biseda me atë grua është shumë me shumë shqetësim për gjithë. Për fat keq, smundja e qafës mitrës, kanceri në qafën e mitrës, kur jep shenja të shumë vonë, mirë, por për fat mirë, ka mënyra shumë të efektshme të parandalimit të këtyre problemeve. Cilat janë ato? Këto, ta them vetëm edhe një fjali. Shpesh në praktikën e përditshme klinike, kur unë flas me një grua që vjen për kontroll, edhe kur i bëj pyetjen se kur ka qenë hera fundit kur e ka bërë paptesin, ndodh që dorën zemrën ndodh gjithmonë më rrallë për fat mirë, por ndodh kur thotë që nuk e kam bërë ndonjëherë paptesin për shkak se kam qenë mirë. Paptes duhet bëhet të gjitha gratë. Jo të gratë që kanë probleme, por të gjitha gratë, për shkak se i gjen problemet akoma pa dhënë shenja. Ajo grua mund të jetë mirë, por paptesi mund të tregojë probleme ndonjëherë shumë serioze. Paptesi është një metodë e cila nënkupton, është në kuadër të një kontrolli ginekologjike, nënkupton marrjen e qerizave prej 3 vendeve, nga buza e pasme, nga pjesa e pasme e cerviksit dhe nga kanali i cervikal. Këto qeriza analizohen me mikroskop dhe shihet a ka ndryshime në këto qeriza apo jo. Nëse paptesi nuk del mirë, kjo nuk është barës me kancer. I qartë. Domethënë përgjigja nuk është mirë ose keq. Po ka dhe paptesi që ka një test që jep në sinjale që duhet të bëjnë kontrolle tutje nëse dyshohet për diçka. Pikërisht. Dhe nëse del paptesi jo mirë, kjo nuk është një skenar fatal. Menaxhimi është shumë i mundshëm, edhe ky menaxhim, ky trajtim, jo patjetër e cënon jo vetëm jetën, jo vetëm shëndetin e përgjithshëm, po as shëndetin e reproduktiv. Me fjalë tjera, një grua, një vajzë mund të ketë ndryshime të theksuara në qafën e mitrës, të cilat nëse zbulohen me kohë, nuk ka nevojë që të hiqet as mitra as qafa mitrës, por trajtime shumë minore, të cilat asaj gruaja mundësojnë që po ta ketë plan, që të ketë edhe shëtëzanin të ardhmen, por jetëgjatësia nuk po diskutohet as pak.